Unë jam rritur në Antilezit edhe si shumë komunat të Kosovës, mendoj që ne duhet të koncentrohemi, duhet pak dalim edhe jashtë Prishtinës. Armen Ballazhi, aktor, producent dhe menaxher projektesh teatrore, bëri atë që pak nga ne na shkon ndërmend apo e bëjmë. Pas arritjes profesionale në fushën e artit në kryeqytet, u kthye tek rënjët, duke promovuar aktivizmin kulturor lokal. Armendit që lindi e u rrit në qytetin kufitar, për të dytin vit me radhë bashkë me Zana Durakun, përmes shoqatës së Gruas Dua, e organizojnë festivalin Crossroads në Han të Elezit, ku përmes artit dhe aktiviteteve të ndryshme kulturore e aktivizon komunitetin lokal, ashtu siç bëri në fillim të kurrikut për 4 ditë me radhë. Armendit, që është drejtar gjeneral i festivalit, thekson rëndësinë e aktivizmit kulturor për qytetet e vogla si Hani i Elezit. Na e dim që qytetet e mëdha, kryeqytetet, vendet e mëdha, është më e lehtë aktivizmi kulturor, për arsye sepse është qytet i madh. Për këtë arsye, vendet pak më periferike si Hani i Elezit e komuna tjera kanë nevojë më shumë për aktivizëm kulturor, për arsye sepse ne e dim që vendet e vogla periferike edhe në aspektin buxhetor edhe në aspektin ekonomik qëndrojnë më varfër, por çdo send që bëhet këtu edhe që është bërë gjatë këtyre ditëve të festivalit, ka shku gjithçka shumë rregull, perfekt, janë kënaqur fëmija dhe kjo është gjëja më e mirë që mundet me na ndodh. Sipas Ballazhit, festivale të tilla si Crossroads, përveç se krijojnë hapësira për art dhe kulturë, ndikojnë tek aktivizimi i komunitetit dhe ofrimi i mundësive kulturore për qytetarët që jetojnë në zonat më të largëta. Është shumë e rëndësishme sepse thash, ne vendet pak më të vogla, unë jam rritur në Antilezit edhe si shumë komunat të Kosovës, unë mendoj që ne duhet të koncentrohemi, duhet pak dalim edhe jashtë Prishtinës, që ta hapim dhe t'ju ofrojmë qytetarëve edhe jashtë Prishtinës art mirëfillt, art me vlera, ku secili qytetar ta prek, ta shijoj edhe të marrë diçka prej artisteve, prej organizimeve tilla. Është shumë e rëndësishme. Kjo gjë po ndodh në Antilezit edhe shpresoj që festivalit ketë jetë gjatësi të madhe. Festivali ndërkombëtar Crossroads bashkon artistë vendase botror përmes një programi që gërsheton projekcionet me drita e instalacionet vizuale nëpër qytet, me shfaqje teatrore, punëtoritë kreative, koncerte e aktivitete të ecjes në natyrë. Përveç kësaj, Crossroads sjell mundësi mjaft të mira për integrimin e të rinjve të Hanit të Elezit, përmes pjesëmarrjes dhe angazhimit të tyre si pjesë e ekipit vullnetar. Era Bajramaliu ka rrëfyer eksperiencën e saj si vullnetare në edicionin e dytë të Crossroads. Ka qenë shumë eksperiencë e mirë, për shkak se ka pru diçka risi, ditën e parë u konë diçka më elektronike, më interesant, ka pos drita, pastaj kena pos një soprano, që ka qenë diçka shumë ndryshe edhe që ka orë për herë të parë, po besoj qytetin tonin, edhe pse është qytet shumë i vogël, po me njerëz shumë vaj. Edhe një ditë dje ja kena kushtu veç fëmijëve, që ka pos tan ditën punëtori edhe pastaj ka pos një shfaqje për fëmija në Kondo Palacio, kurse sot si dita finale që është, përfundoi edhe punëtoria e Orange Girl ose Ermirës. Ajo që e bën shumë unik këtë festival janë punëtoritë që bëhen me fëmijët për krijimin e kukullave, duke organizuar edhe shfaqje teatrore për më të vegjëlit. Rozi Kryeziu Mazreku nga shoqata e Gruas Dua, organizat në nëmbrellën e së cilës mbahet festivali, thekson rëndësinë e shpërndarjes së artit edhe në zonat më periferike të vendit, e as më tepër puna me fëmijët. Brenda festivalit kemi pas 3 punëtori shumë të veçanta që kanë qenë punimi i kukullave që e kemi shumë të rrallë ne në Kosovë, përveç teatrit të Dona që funksionon me Meli Qenën, është edhe Dori Kimeri që i ka mësu fëmijët qysh me kriju vetë. Të njëjtën kohë ajo që dua përveç festivalit Crossroads, që është një festival jashtëzakonisht i mirë që tashmë u bë identitet i Hanit të Elezit, punon edhe me punëtori tjera, cilat ditëve të sotit, Forum Teatri është një pjesë shumë e bukur edhe shumë e veçantë për të rinjt, sepse ndihmon me zhvillu imagjinatën, ndihmon edhe me kriju veten në aspektin artistik. Dhe ajo që dua përmes punëtorive të ndryshme, ka bërë shumë shfaqje teatrore me të rinj që kanë rezultuar të jashtëzakonisht suksesshme, po që ka nxjerrë edhe ambicjet e të rinjt për mi ndjek ëndrat e tyre në drejtime të ndryshme të artit. Krahas koncerteve, punëtorive dhe aktiviteteve të ndryshme për të rinjt dhe fëmijët,
Në edicionin e si vjetëm nuk munguan as ekspozitat artistike, duke i dhënë hapësirë publiku të Hanit të Elezit që ta shijojnë dhe përjetojnë artin përmes formave të ndryshme. Ndër to ishte edhe ekspozita fotografike Wild Kosova e Arjan Mavriqit, e cila përmes fotografive solli para vizitorëve bukuritë natyrore dhe jetën e egër të Kosovës, duke përcjellë një mesazh për rëndësinë e ruajtjes së trashëgimisë natyrore. Mavriqi theksoi se mbajtja e ekspozitave të ngjashme si Wild Kosova në qytete të vogla siç është Hani i Elezit janë një mundësi mjaft e mirë që arti fotografik të njihet dhe integrohet me një publik të ri, duke krijuar kështu një urë lidhëse mes artistëve të ndryshëm dhe komunitetit lokal. Festivalet e tilla me njerëz të tillë kur i ftoni, dijeni mirë që kanë me dërguar një mesazh shumë të rëndësishëm për ata që nuk kanë shumë informacione për çfarë do lloj apo cilin do lloj të artit, në këtë rast pa për wildlife. Kështu po e shoh që kanë ndihmuar shumë, edhe shpresoj që festivalet të tilla të organizohen sa më shpesh apo edhe mos të ndalen për arsye të dërgimit të këtyre mesazheve pozitive tek rinia mbi gjithë, sepse shumica këtu janë të rinj, edhe që marrin informacione të rëndësishme për artin, për kulturat ndryshme, për këta këngëtarë, për të gjithë çfarë do kudo që gjejnë veten. Edicioni i dytë i Crossroads përfundoi, por ideja që e solli në Han të Elezit vazhdon. Duke u kthyer në qytetin Kurrit, Armen Ballazhi dëshmoi se investimi kulturor në vendlindje mund të krijojë hapësira të reja për komunitetin, veçanërisht për të rinjt dhe fëmijët, duke afruar artin aty ku shpesh mungon.